Thot që ka ardhur një njeri te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i ka thënë: "Allimni shay'an ya Rasulullah, adkhulu bihi al-janna." Më mësoj një gjë. Shikoni pyetjet e sahabeve. Edhe pra, ne nuk dim të parashtrojmë pyetje të këtilla, mirë po duhet të përfitojmë prej pyetjeve të sahabeve dhe përgjigjeve që i kanë marrë nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. I ka thënë: "Më mëso një gjë që më fut në xhennet. Wala tukthir aleje, edhe mos më jep shumë, domethënë se unë nuk mund t'i mbaj mend gjitha, veç më jep në mënyrë precize çka është ajo me cilën do të hyj në xhennet." I ka la'alli aqil, domethënë që ti kuptoj, që ta kuptoj edhe ta mbaj në mend. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një fjalë: "La taghdab", mos u zemro, mos u nervozo, domethënë. Me këtë do thotë dhe kjo është kuptim shumë i gjerë. Edhe prandaj është transmetuar se ky njeri ka thënë e kam logjiku këtë fjalë, e kam mendu edhe e kam gjetë se te nervozizmi është e gjithë e keqja. Thot prandaj thot pra mbasi ja ka dhënë këtë përgjigje pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe e kam bajt mend, po pastaj ka mendu. Do të thonë çka është kjo kaq e rëndësishme, edhe ka pasë se tanat këqija të vinë prej kësaj nervozës. Pra për këtë shkak autori rahimahullah ka hapur edhe këtë temë, do të thënë largimi prej zemrimit shpejt ose vlimit nervozës dhe urrejtja e nxitimit. Se në këto me të vërtet janë të këqija të shumta që sjellin dëme të shumta. Edhe ato dëme pastaj është shumë e vështirë të korrigjohen. Në momentin e nervozës njeriu vepron një vepër që ndoshta mund të bëhet pishman gjithë jetën. Ka mundësi nga eksplodimi i nervozës, ka njerëz që e kanë mbyt fëmijën e vet, domethënë me një goditje për shembull ose me një, edhe pastaj a mund të rahatohet domethënë gjatë gjithë jetës ai prind që ka bën, megjithëse nuk e ka pas qëllim domethënë ta vrasë fëmijën, por ndodhin, do thotë ndodh edhe më e keqja. Edhe për këtë shkak edhe shumë të këqija ndodhin. Domethënë në momentin e nervozizmit ndodhin sharje, ofendime, sulme që shkaktojnë armiqësi, afatgjate. Ndodhin edhe në momentin e nervozës njeriu e prish familjen, për shembull, por ndodh gjithashtu edhe që thon fjalë të kufrit. Edhe e shajnë Zotin subhanahu wa taala edhe fenë e kështu me radhë. Prandaj, domethënë të këqija të shumta vijnë nga kjo gjendje, edhe nxitimi në fjalë ose në vepra ose në gjykime. Për këtë shkak, kjo ndalesë ose ky urdhër i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mos u zemro. Çka do thotë? Do thënë largohu ose mos u nervozo, domethënë. Largohu prej shkaqeve që e sjellin nervozizmin, domethënë që mos ndodhe nervoza. Dhe nëse vjen kjo nervoza, mos vepro. Qëllimi është. Domethënë, pra largohu prej çdo shkaku që shkakton nxemje dhe nervozizëm. Mirëpo ndonjëherë ndodh. Atëherë mos vepro. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Idha ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis." Domethënë, kush nervozohet, nëse është në kam, le të ulet. Nëse është ulur, le të shtrihet. Domethënë që të jetë sa më larg prej veprimit, domethënë në atë moment. Nëse është në kam, edhe është kundrejt njeriu që e ka nervozu, domethënë më mirë të ulet në atë moment. Nëse nuk qetësohet kjo nervoza, shtrihet, edhe kërkon mbrojtje te Allahu subhanahu wa taala.